banorët kanë kohë në fakt që protestojnë, arsyet e tyre i kanë bërë të gjitha përse protestojnë, e para sepse ata nuk janë dakord me zbatimin e këtij projekti, nuk janë dakord që të lënë shtëpitë e tyre, sepse siç është thënë, një pjesë e tyre duhet të largohen, shtëpitë duhet të shemben, dhe ata duhet gjejnë një shtëpi tjetër për të banuar. Pra, kundërshtim banor është sepse nuk e pranojnë zbatimin e këtij projekti, dhe nga ana tjetër, më pas ka pasur diskutime edhe vlera sigurisht që nuk është ashtu si duhet për shpronësimin e banesave, por kundërshtimi i tyre më i fortë është që ta nuk e pranojnë këtë projekt që është vendosur për të zbatuar në lagjen e re dhe në zonën përreth atyre. Siç dihet, përpara 2 ditësh ndodhi se edhe kryeministri Rama që ka pasur një takim me një pjesë të banorëve, të cilët kanë qenë të pranishëm në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, dhe aty janë diskutuar projektin, janë diskutuar vlera, çmimit rregull, shpronësime dhe problematika të tjera. Me pa fjalë, unë dua ta përmbledh konkluzionet e takimit. Kryeministri ka pranuar që projekti nuk rishikohet, nuk do të anullohet, projekti do të zbatohet, do të ketë shembje dhe prishje të banesave që spreken, por do të rishikohet vlera. Si janë vlerësuar këto, ndoshta do të bëhet një VKM tjetër për çmimet që do të shpenzojnë, do të ketë rishikim për një pjesë të banesave të cilat nuk kanë vlera historike kulturore, të cilat do të shikohen nëse do të shemben ajo,